për jetën përgjithësi e shumë gjana në minutat në vazhdim. Adia, mirë se vjen, po më nket që je vetëm me si me Dorinën, po gjithsesi mirë se erdhën 410. Dorina, motra që e njohim dyat personalisht, për e përshëndetim, fatkesisht s'ka mujt me arë se ka udhëtu se me gjithë shefe këshim tira e këshim bo një muhabet shumë të mirë për sport. Me folë për sportin, kryesit. Por gjithsesi, për para se dalim të sporti, ne do të diskutojmë pak rrugtimin tënd profesional. Do të anisim me gazetarin, me krimin e kontentit, si që përmenda pak më herët, por që po këtimi kretë mrapa në kohë. Ka qenë gjithmonë adeja kështu e dashuruar pas ekranit, pas kamerave? Po, është e vërtet, nështë ta edhe të fotografia, të pjesa, kom qenë shumë e rejnë shkollë fillore, kur edhe kom fillu me realizu fotografi ndryshme, atyre kanë qenë këto rrjeti sociale si high five, atyre kemi postu fotografi të ndryshme, kështu që prej asaj kohë kom pas një farë lidhshmërie me këtë botën e fotografisë, të e marë parasysh që jemi rrit me një botë ku e kemi pa shumë kanale, si që kanë qenë edhe Fashion TV, dhe aty jemi inspiru prej modeleve të ndryshme, kështu që aty kom gjetë edhe vetën edhe jo marë, po si do qoftë gazetaria është konë kretë koincidencë që ja kom fillu, se fillimisht ka pëlqy bota e filmit, kom pas dëshirë me marë ma shumë me regji, me realizu filma ndryshëm, po fatkeqësisht nuk mujta me u regjistru në Universitetin e Prishtinës në degën regji, kështu që vazhdova në gazetaria dhe kom bo nështë qëllim të mirë. A ke heq dorë plotësisht nga regjia? Jo, ku pas kohë kështë realizoj, vedo të ndryshme nështë edhe kjo kanë ndërlidhet edhe me botën e kontentit edhe influencës aty ku edhe për një me që tash ka tepër shumë përparsi, qysh me ditë dhe mu qasë para një videos, po të njëjtë kopë se mus me ditë dhe me realizu një video mrapa, buhësh shef i vetës me një fjallë, kamerman, montajer, kretë këto që ka i duan një njërit, all in one, po, kështu që aj fillim ka qenë pak sa ma i fështirë, po tash po e dim se si është avancu teknologjia dhe kemi mundësi ndryshme, kemi aplikacione ndryshme ku mundemi me izgjënu ato ide tona kreative, kështu që është bërë mëse letë dhe po besoj për gjdo njeri, gjdo vajzë, gjdo djallë, tash të dëshirojnë mu marrë me kontent, po të njëtë në kohë me gazetari e kanë shumë ma letë se sa në kohë teme që kom pas. Kjo generata Gen Z po mdukën jenë ma të mençme. Në kohë temë, po folë si kur mi pas këmi si vjetë. Jo millennial, tash 30 vjeti kom po, kështë që po cilësona për këtë generatën Gen Z pak ma e vjetër. Edhe eksperienca e bënd vjetë. 2010 e naltë. Po, e vërtet. Po mirë, si u gjende fillimisht në gazetari? E di që ke fillu, më pas e ke pas një pauzë, tash je rikthyer prap, si ka qenë për ty? Është mediat në përgjithësi janë një industri në vete edhe normalisht dikush e gjen veten në një në një temë, dikush e gjen veten në një tjetër, ti personalisht si e gjen? Po, është e vërtetë, në fillimisht kom fillu si gazetare kulturës, gjarjeve kulturore, ato të cilat edhe sot dëmë përcjellin, se tash 2 vite pa ta pauzë, por u riktheva me një tematik të njëjtë temave që i realizoj kështu si gazetare, i realizoj disa video cilat janë tregojnë përgjithësi ngjarjet kulturore që kanë ndodhur jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë, pastaj kemi tema sociale, cilat gjithmonë lidhen me njerëz të realitetin në Kosovë, kështu që është diçka që e kom bo shumë lehtë, po fillimet e mia tregova kanë qenë ma shumë kana kulturore dhe kjo po besoj që çdo gazetar duhet me ditë për fillimet se në farë lojtë gazetarisë duhet me u qasë ma shumë, se s'jemi të ke fundit krejt gazetarët politikës ose gazetarët të showbizit, kështu që ka dhe lamit të ndryshme, po që ka me bu jemi vendi vogël edhe duhet me pa dhe atë viralitetin se që ka po ndez me një fjallë ma shumë, po e shumë që të na për post politikës është edhe showbizit, kështu që kjo po besoj që krejtve neve si gazetarë na ka bu edhe pak ma komercial. Jemi komercializu. E ka kështu pak në po, ma mëti ka qenë shumë ma e vështirë dhe po e them, ka qenë ma e vështirë qasja e një gazetarit me qenë para kamerës, tash është ndryshë, tash edhe dikush nëse nuk je përfundon fakultetin e gazetarisë, mundet me qenë me bo gazetar, sepse është një zanat dhe janë hapë edhe shumë mediume, është e vërtet që munden me qenë, tash edhe ka dhe mediume cilat nuk janë vetëm televizive, por janë edhe përmes rrjeteve sociale, kështu që sa i ka ato anë të mira, i ka dhe anë të kësia, po
pse jo kushto që e dënë, në vesh mendoj që profesionin që e bën shumë dush me dash, nuk dush, sepse nëse vjen deri ta jetë, kur e donë gjithçka tani vjen ma lehtë, vjen ma lehtë gjithçka, kështu që gjithmonë ka një fillim, është pak ma i vështirë, mund kujtohet edhe hera parë kur kom dalë para kamerës, ka qenë një lidhje direkte, më duket kom qenë te pyllja e rinjve që është në dikon në rrethin të Prishtinës, edhe ka qenë normal një eksperiencë e mirë, po të njëjtën kohë normal që kom pas emocione shumë, edhe ka qenë krejt ndryshe qasja para kamerës e me qenë live para disa plot shikuesve. Qysh i te kalove që ato emocione, sepse... Nuk e di, ka qenë si një lloj aritmie që po besoj krejt njerëz se përjetojnë, jo vetëm në profesionin gazetarisë, por edhe përgjithësi kur kanë ndonjë frikë, diçka, kështu që nuk e di që kalova, ka qenë kogja e vështirë, nuk e disha çka kom fol, kështu para kamerës, a kom fol mirë, a kom fol keq, po që sidoqoftë eksperiencë për herë të parë. Vazhdon të jetë sfiduese gjithmonë ky profesion. Ti personalisht cilën e konsideron si sfidën më të madhe në gazetari? Sfida më e madhe muj me thonë që dush me qenë shumë i përgatitur, profesionalisht, dush me ditë informacione ndryshme, cilat ndonjëherë edhe na iken, po besoj, kur lexojmë edhe shumë informacione, tash edhe ChatGPT-ja, po tregon informacione ndryshme, po elaboron ato prej një portalin tjetër, kështu që nuk po dim se çka të besojmë as pari, po mirë është të jesh 100% e informuar, dhe ajo është një sfidë e madhe, se ti çdo ditë dëgjosh prej gjumit edhe dush me lexu, me qenë update, me pas po informacione ndryshme, kështu që ajo është një sfidë, më i me thonë, sepse jetë personale, pastaj ajo jeta personale nuk është që mbetet mbi gjitha, gjithmonë dush me qenë pranë kamerave. Dhe po besoj që kjo lidhet edhe me botën e influencerëve, ato cilat edhe kalojnë gjysmën më të madhe ditës duke xhiru gjithçka, prej çka xhirojnë, çysh gjohen, çysh e përfundojnë ditën, është pak sfidë. Ka pas ndonjë rast të veçantë që kishe dashur me nda me neve? Rast veçantë sa i përket gazetarisë që kom pas eksperiencë. Ka durata raste ndryshme cilat i kemi përjetu, po që ndoshta sfida më të madhe janë ato ku kemi udhëtu edhe kemi qenë ndoshta ballë për ballë natyrës, sepse natyra po e dim sa është e mirë, është edhe kogja e frikshme, sepse mundemi me qenë majën më të nalë, po besoj e din edhe ti se të ka ra eksperiencë durat me unë gjitën për malje, është pak sfidë se është jeta po vdekjet, njëjtën kohë se dush me xhiru me i kap ato momentet pak ma të rëndësishme që janë edhe aty mbetet, ndoshta një sfidë më e madhe, ka qenë me një mal, më duket kom qenë te Maja Roshkodolit, e ka pas emrin, e përmenda edhe me një intervistë tjetër, se për një me ka qenë eksperiencë kogja e mirë, po të njëjtën kohë ka qenë edhe sfiduese, sepse s'kemi pas as internet, as ka qenë një rrugë kogja e gjatë me mbri deri atje, edhe të njëjtën kohë mandej është bërë terrë dhe s'kemi pas me u kthy, kështu që për 24 orë me qëndru pa internet në shekullin 21 është pak sa e vështirë. Gjë e më e vështirë ndoshta për gjithë secilin. Po, patire nuk ka pas si këto kësa mirë. A u ndjeven rrezik sa të pak? Po, ishte pak një lloj frikës se s'kom pas as komunikim me kolegë që ishin këtu në Prishtinë, pas me familje në njëjtën kohë, kështu që pak sfiduese për mos me ditë njerëz tjerë se ku jeti, telefoni nuk ka qenë i qasshëm në atë pikë në maje të malit, po sidoqoftë një ja vlen ndonjëherë kështu me sakrifiku, se në fond ajo puna është merr një mësim gjithmonë nga po edhe situata ka tilla. qenë një lloj i reportazhit që kemi përgatitur është shumë i shikueshëm, edhe ka qenë tema interesante, ulumtimi i disa kërpudhave që kemi bu atje, dhe disa kanë qenë të lmushme, disa jo, e kjo e ka tërheq synin e njerëzve për me pa, ka pas kogja shumë views, kështu. Për cjell, Po, me vëmendje, patjetër. Po mirë, tani në përgjithësi në këtë profesion edhe paragjykohesh, edhe vinë me disa të tjera, po themi, situata, e këtu janë komentet, janë mesazhet, janë fjalët, edhe normalisht janë edhe paragjykimet që i përmenda pak më herët. Ti e paragjyku, Adia? Po, sigurisht, janë edhe paragjykimet e të mira edhe të këqijat, po, e vërtet, po, jemi mësu, nuk është që e kemi kështu problem si gazetar prej komenteve, se përgjithësi kemi pas tash ndër vite lloj të komenteve, po nuk më pëlqen që njerëzit komentojnë
komente fizike të një personit. Okej, nëse do me jap një koment negativ, bile tregoje me fakte se pse po duket aja që keqe, jo vetëm me u kap me diçka fizike, jo se kjo gazetarja e paska si paska flokët e bukur, ose s'po duket mirë, për shembull, ose çka ka vesh, po. Nuk është që kanë kështu fakte, ose me tregu pse nuk po i duket realisht aq e mirë, po mendoj që në fakt gjitha shumica e komenteve janë jashtë kontekstit të asaj se çfarë po flitet. E vërtet. Edhe në farë forme janë komente koti. Banale, me një fjallë që... Komente dhe koti. Jemi mësu me i pa këto komente, po si do qoftë, unë po besoj që njerës po kanë kogja kohë të lirë, kohëve të fundit. Derisa po kanë kohë me komentu edhe normalisht. E një këshill për këtë njerës sa po hup një kohë të javë komente negative, pëse po shikoni me bo parë me një fjallë. Bile diçka. Bile diçka, bile me punu dikon. Ose me këshur një film bre? Me këshur një film, po. Këshure një film. Po hajde, bile s'pas kanë dëshirë mu informu për diçka ditur, diçka të menqër pozitive, hajde, bile pra, masi për ju do ka e ma e menqër me bo para, bëni para, diqysh për mes rjetëve sociale, ta shka mësi ndryshme. Masi po qëndroni qatë gjatë në telefonat menqër edhe në për rjetët sociale, bile të pak të në shfrytzoje për... Shfrytzoje për të mirën e juj, se ashtu komentet nuk po ndalin, kur është e vërtit, po bëse edhe ti durat. Të ka mërzit në do një koment, edhe për çfarë je kritikuar apo komentuar mësë shumë te? Jo, s'po më kujtojnë do një koment, kështu nuk e di ma shumë është që kam i dërgojnë, është a shoqëria ose njerës edhe njëjtën kohë e marë si diçka qesharake, po nuk e di s'ka qenë do një koment, kështu vetëm e pashtë në disa, e kom pas një pronëncim me një intervjis, kom tregu që një djallë du të me ditë me ngjitë perde, edhe ajo është... Për me ta vjetë zemrën, a? E pashtë diçka është bërë video virali edhe kom pak që shumë njerës kështë e kanë bu në njërë qesharake, TikTok, ka pas disa djemë që kanë shku i kanë gjitë perde, vesh mja dëshmu, kinse ades. E paske nga cmu audiencën, Adea? Pak sa po, e po kështu dë nëzirim klikime. Po, edhe? Nuk e di ato i kom pa, ka pas komente tila, qesharake, tu qesh njerës, po kështu diçka shumë negative, nuk është që kom hasë për diçka caktume, nuk e di, nuk është ndoshta që kom bu diçka negative. A të pengojnë sidomos të komente që janë për dukjen, edhe kur të vinë në drejtim tëndin? Po, ka komente tila gjithë, ose për diçka që folë, ndoshta që nuk është e kapshme për dikon, me ndonë që dikujt nuk i pëlqen që ka folë edhe tregon atë komentin negativ për mes komenteve, po që ka po m'len për shtypje që komentet negative nuk po bonë për mes një profilit real, por një profilit fake që po e bonë. Kjo po delë, pra po lidhë ata jo ma here që definitivisht njerës po kanë shumë kohë të lirë edhe me hapë profile fake edhe me marrë me këto farë lloj dramave, po si do qoftë, jemi mësu si gazetarë, është e vërtet që kemi hasë në shumë gjana ndryshme edhe me një fjallë jënë hajgare këto komente për neve, nuk e di pse. Kemi pas sfida ma ndoja. Po gjithsesi duke marrë parasysh komente, duke marrë parasysh pritshmërinë që e ka një farë mënyre audienca, ti e ndjen presion që duhesh gjithmonë të dukesh bukur, të vishesh bukur, të kesh shumë përgjegjësi se çfarë po flet, çfarë po thua, edhe normalisht sidomos për dukjen e jashtme që është gjëja e parë që shohin apo thjesht e komentojnë. Po, është influencë e mirë, po edhe e keqe kjo dukja, se normal jemi të varëm për me qenë, me u duk të bukur, se sot dëshojmë gjdo vajzë, gjdo djallë, jo vetëm Kosovë, po krejt botën, vishën bukur, edhe është si një lloj inat me vetë vetën që ki dëshirë dukesh mirë, po s'po besoj që gjithmonë duhet me u kap të ajo se qysh dukesh, po qka reflekton me një fjallë, qfar energjie ki edhe të njëjtën kohë se qka mundësh me bo në atë profesion të saktum, tash Adea ose Durata si gazetare, nuk është ajo se qysh dukem, po qka përfaqësojnë këtë rast. Unë kom qenë gazetare ma shumë se 8 vite dhe kom hulumtu, kom dalë në për terene ndryshme edhe nuk është që ka qenë imponimi jam kryesor me dalë me qenë moderatore para kamerës. Normal që gjithë e gjenë vetëm, po duhemi mu dokë bukur është influencë e kretë
influencereve. E synon moderimin në një të ardhme, Adia? Kishë dashur me pa vetën duke moderu një emision? Po, pse jo, në tash edhe këto video që po i realizojnë si një lloj moderimi, si një lloj informacioni që po i jap krejt njerëzve, jo vetëm Kosovë, por edhe kushdo që ishe, sepse kanë qasje tash përmes internetit me i pa në krejt botën. Po, pse jo, ide ka kështu kogja shumë, veç du të mi elaboru, me kriju ekipin edhe, besoj që bohen, projektet ka laramani ndryshme edhe kemi kogja njerës që e shikojnë televizorin ala dhe kanë dëshirë me pa diçka të bukur, pëse mos mi servu njerëzit diçka të bukur edhe me u largu pak prej këtyre komenteve, se të njëjtën kohë prej politikës edhe prej diçkaje që është negative. Negativitetit në përgjithësi, pa tjetër. Po. Kjo është një farë forme me umar pikrisht me ato se qëfar ta do zemra dhe qëfar ty të banë me unë mirë. Me sjell diçka të bukur, kjo dhe gjithmonë ka qenë ajo mottoja jame si gazetare, me ajo publikut një informacion të mirë, zë me thonë gjithë normal, po shohim që po ndodhin gjëra negative në Kosovë, po pse mos me jap diçka të bukur, një lajm që ka po ndodh në botë, pse mos me mujt me bo edhe na si Kosovar, një lami apo një profesion që e bojnë dikon jashtë, kështu që kjo është poenta me pas një shoqëri pozitive, se tash për një me po bona modeste pak, po me të vërtet, po besoj që kjo është ajo qelsi i një energjisë mirë shoqëni që po besoj sa ka me shumë kove të fundit në Kosovë, të marrë parasysh po ndodhin shumë drama të panevojshme. Mirë, e përfshinë ndonjë drama të tillë? Jo, veç ka po shohin në për rrjetet sociale, se tash gazetari jemi, s'kemi ku i ikem dora, dhëtë me shiku që ka po ndodh me qenë update të informum, po që po besoj që diçka e mirë me ndodh, normal që gjithë dhëtë me influencu, edhe po besoj që këtë influencën ja e bim na si gazetarë, sepse na jemi ata që ja përqojmë një lajmë një personit, një populatës në përgjësie. Pse mos të lobojmë si gazetarë me pru diçka ma të mirë, diçka ma pozitive, po gjithmonë duhem me u qasë ato lajme që po dodhin, vetëm negative, vetëm me nxonë, me i kap njerës të keqë, nuk po kuptoj çka është esenca. Pse po bon klikimet prej një temës tillë. E po një fatkeqësie të dikujt, sepse edhe kjo është bërë një fenomen në vendin tonë. A të diskutojmë pak gjitha ato anë të tjera që të sjell fama, ngacmimet, fjalët e shumë çka tjetër. Ti je ndje pikrisht apo vazhdon të ngacmohesh pikrisht për shkak të famës? Po besojmë përgjithësi tash edhe kjo bota e rrjeteve sociale na ka bu normal me qenë ma afër njerëzve, ma afër publikut, me të pa dhe ndoshta një jetë personale në cilën nuk e kanë pa para medjave e shohin në për rrjetet sociale, po ngacmohem edhe një njeri thjesht ngacmohet rrugës e limo dikush që normal poston shumë në për rrjetet sociale, po që prap po lidhna atë komentet negative, prap ka komente ngacmuese negative, sidomos prej gjinisë mashkullore, po sidoqoftë, po ndodh në krejt botën, le ndodh edhe tek ne, i marrim, nuk i marrim për zemër. Po, si i menaxhon? Po nuk e di, nuk është që më lojnë shumë për shtypje, vazhdoj me marrë me profesion, me sportivitet, e vërtet. Jam kështu pak si tip ma modeste, kështu që nuk e di, diçka krejt edhe ku shumë njebili edhe shumë kolegë më thojnë, nuk ta ndin fara, nuk ma ndin se nuk është asë mu pas, asë ku të dhëtë me janë di. Së të bëjmë përshtypje, kështu që në momentin që së të bëjmë përshtypje, mund të dukesh në atë formë, të dukesh eftoft apo thjesht. Po, ndo një koment kështu shumë të ronë, apo diçka nuk po më kujtojë që kom pas, nuk është kom pas ndoshta ndë një drama të madhe që me mdojtë diçka e ti. A të flasim pak për krimin e kontentit, me qenë se je involvuara në këtë pjesë, dhe normalisht je prezente në për shumicën e rrjeteve sociale, që në një farë forme të tilla rrjete, po i përdorin gjithë secili ndoshta për të përfituar, për të shkuar deri tek ajo pak më herët që edhe e bëni si thirrje për këta komentuesit. Mos komentoni, po bëni pare, me fjalë tjera. Po, e vërtet, tash si ka përparu edhe inteligjenca artificiale, po e shohim se sa shumë njerëz po hapin faqe, edhe po krijojnë persona cilët po doken real, po në vërtet janë krejt me AI. Kemi edhe një këngëtare?
E kemi edhe një këngëtare? E kemi Bora Fajrën, e cila edhe ne kom kontaktu menaxhmentin e Borës dhe i kom pyet këshëm përgjithësi se a mundeni me na tregu pak ma shumë kush fshihet prapa, apo s'kam pas dëshirë me tregu ftyrën e tyre, sepse po besoj punojnë do një profesion tjetër edhe në kohë të lirë merren me menaxhimin e Borës, po është diçka për një me virale e cila të njëjtën kohë është e mirë, po edhe e keq, është një mashtrim optik, është diçka që është mëse e nevojshme, na po e shohim edhe në për shkolla ndryshme, në Universitetin e Prishtinës, në dega ndryshme e kemi edhe mundësim përmes inteligjencës artificiale me kriju një ide që kur prezentosh, kur e ki një projekt, prezentosh krejt ndryshe para profesorit, kështu që është një ndihmëse madhe, po të njëjtën kohë është edhe përmenda mashtrim optik, sepse ti mendon që ajo video është diçka krejt e vërtet, nuk e di, po besoj që edhe shikuesi i ka ra me pa, janë disa video që po qarkullojnë tash kohëve të fundit, ku një kafshë e egër po e ndjek një njeri, edhe po duket që është e vërtet, po ajo nuk është reale, është krejt e krijuar me inteligjencë artificiale, ka edhe kogja shumë aplikacione ndryshme tash që po i përdorin njerëz në vendin tonë edhe shumë kompani që kam ka has me i pa përdorin këto aplikacione. A mendon që është e rrezikshme inteligjenca artificiale në këtë rast për influencerët? Po, është e normal. Aja u vjet punën me fjalë të tjera, po shprehemi kështu direkt. A din që lexova një ditë një artikull që inteligjenca artificiale krejt botës kom ja vjet punën për kirurgëve, kirurg mjekçe. Mire për mendje. Që është e vërtet, qatë shumë kom e përparu sa që jo veç influencerëve, po krejt gjithçka çdo profesion kom e qenë i qasshëm me inteligjencë artificiale. Po, shohim në për botë, krijohen disa influencere që duken krejt reale, dhe ato janë influencere të krijuar prej AI. Mandej kemi faqen OnlyFans, një faqe cila është kogja e madhe dhe aty ka shumë vajza cilat kinse duken janë të vërteta, por krejt janë krijuar me AI. Kështu që po besoj që i ka ato të mirat për ata ideatorët cilët i kanë kriju, sepse normal kanë me fitu prej asaj pune, po të njëjtën kohë mo njerëzime nuk i di na ka me marë frymë, se ndo këtë krejt për mes robotit, këna me mujtë me i bu. Edhe na i dit. Edhe na i dit, po, është e vërtet. Po e shojmë në Kinë, sa shumë kam përparu edhe fabrikat e ndryshme, dhe jonë kriju ato robotat cilët po i ndihmojnë në çdo lami njerëzve, kështu që shumë shpejt, po besoj që ata robota kanë marrë edhe në Evropë, edhe në Ballkan, edhe këto po e shojmë sa shumë kjo inteligjencë ka përparu. Mirë, të shohim se çfarë ndodh në vazhdim, gjithsesi për të larguar pak inteligjencës artificiale, do doja shumë të diskutoja këtë pjesën përtej profesionit. Kush është ideja përtej gazetarisë, përtej krijimit të kontentit? Ideja një vajzë e thjeshtë, më me thonë, modeste, normal, si krejt njerëz tjerë, e kom një rutinë tamën, tash ma shumë kohëve të fundit po merrem me sport, është lloj sportit crossfit, i cili me të vërtetë është, më me thonë, palestër, po jo palestër e zakonshme, por palestër kështu ma e fuqishme. Me intensitet më të lartë. Me intensitet më të lartë, po më pëlqen, sepse është diçka, është një energji që ta jep pak ma shumë, jo veç... Secili sport në fakt, ndoshta jenë disponimin më të keq, por gjithsesi në momentin që ti e kryen një aktivitet, se që ndodh trurit një lloj magjie edhe dashte disponimi është aty. Paktën për pak minuta ti veç ndihesh më mirë. Po, e kohëve të fundit pak ma shumë e crossfit dhe kom qenë pjesë tash e një maratone cila është mbajt në Shqipëri, kom fillu tash më marrë pak ma intensivisht me sport, po besoj dhe ti durat kom pa në rrjetet sociale, je shumë aktive, kështu që e kupton këtë pjesë ma shumë se qysh është ajo energjia jonë, jo vetëm fizike, por edhe energjia psiqike që e kemi kur merremi me një lloj sport, kështu që definitivisht ja kisha rekomandu gjithë kujt me pas një sport caktuar, me u marrë, me pas një lloj që për një me të bën shumë mirë për jetë, për gjithësi. Normal, edhe ushqimi i shëndetshëm, po sidoqoftë kur kemi aktivitet fizik është krejt tjetër, krejt shqisat na gjallëron për diçka të mirë.
është për rekreacion apo ke synime ndoshta më të larta? Ja, kom fillu për rekreacion, po Tani si dihet po vazhdojnë për synime tjera, nuk e di pse. Dhe tash po vjen prapë në bisedë, po vjen Dorina me cilën edhe vazhdon e ke partnere në këtë rast. Dorina Motra Adez, se si shoqe e imja gjithashtu. Po i vazhdojnë bashkë ekspeditat. Është mirë ta kesh dikë për krah në ekspeditat tilla, sidomos në sport. E bën gjithçka më të lehtë, ndoshta edhe ma fun. Po, puna në lezetshme performancën. Po, puna në ekip është gjithmonë ma e mirë, normal, në këtë rast edhe kur e ki një njerit familjes, pak ma të afër, që normal e din që gjithçka edhe lidhet edhe din ato të mirat edhe të këqija tua, sa ki kapacitet për me bo diçka të mirë, kështu që po, është one Dorina tash një kohë po merrem kështu me këtë pjesën e crossfitit edhe të maratonave ndryshme, kështu që po presim maratonën e radhës, më duket është një Pea Trail, ku me qenë, edhe aty po besoj që do marrim pjesë, edhe pjesa tjetër e crossfitit grupi që ka jemi bashkë, që ku me qenë një kohë e mirë, shumë jam entuziazmuar me shku. Po, mu po më pëlqen fakti që është kthyer marrja me ndonjë sport është kthyer në trend. Sidomos për moshat ndoshta 25+. Sepse përderisa më herët ka qenë çka e të bo, ose ka qenë një farë forme ndoshta habitore për shumicën, tash është kthyer në trend, edhe që normalisht i bën mirë jo vetëm mendjes, por gjithashtu edhe shëndetit fizik. Po, më pëlqen se është bërë trend, dhe ai ke pa në Kosovë gjithçka që ka bërë trend mundohen krejt njerëz me ndjek, kështu që okej, ndjekin e bile këtë trend të mirë, bënë njerëz sportiv. Ndoshta edhe one ma herët nuk kom qenë ma sportive, po të e pa shumë video ndryshme në për TikTok se çka po boj njerëz të botë, edhe kom thonë, hajde bre, po e provoj, kom kapacitet, pse jo, vajzë re, provoj. Duhet ta marrësh hapin e parë, më pas hapa tjerë vinte. Hapa tjerë jetu i vrapu hapa, se është letë kështu. Kogja po e shoh edhe one, kogja ka edhe grupe ndryshme edhe të vrapit, po ka palestra ndryshme tash që janë hapë, të njëjtën kohë dhe crossfit, ka me mira që nuk e kisha pas ditë në Prishtinë, ka kogja shumë, kështu që njerëz po merren kogja me sport, jo Virginia mashkullore, se po e dim të na gjithmonë djemtë kanë qenë pak ma të avancuar. Ka ndryshuar mendësia, mentaliteti kundrejt sportit, edhe normalisht që gjithë secili e gjen veten e vet në sportin e duhur. Ku ai e sheh veten apo thjesht e pëlqen më shumë. Edhe po më pëlqen edhe kjo kontenti vajzave që ja kanë bu kohëve të fundit ushqimi i shëndetshëm. Edhe për tregojnë gjithë rutinën e tyre se çka ushtrojnë, njëjtën kohë dhe çka konsumojnë, çfarë lloj të proteinave, që është për një më e rëndësishme sepse ushqimi i shëndetshëm e bën mendjen e shëndetshme. Shumë e vërtetë. Adea, jetën luks apo një jetë normale? Po jeta luks tash, po cilësohet një jetë e zakonshme, jetë pa stres, kështu që po, jeta luks për mu gjithë është jetë e udhëtimeve, jetë e qetësisë, jetë e marrjes me vetveten, me ato sportet, me profesionin, me gjithçka çka e du. Që kjo është. Këto po e thua, të kanë parashikuar në këtë kontekst, në këtë aspekt? Jo, veç është krejt qasja qysh ja ku mbohën e vetit ndër vite. Njëherë ndoshta më ka pëlqy krejt diçka tjetër, po tash po e shoh që ka ndryshu dëshirat, ka ndryshu, po. Normal që është mirë me udhëtu, po në gjithmonë udhëtimet i kum pas për me marrë informacione të reja, se për një men normal, po e dim që në Evropë, edhe në shqite tjera janë njerëz pak ma të avancuar se në vendin tonë, kështu që pse mos me marrë disa ide dhe me pasë që njerë që shjetojnë edhe one mundë me realizu me bu. Është kulturë, unë e cilësoj udhëtimin kulturë. Kulturë të mësuarit për me qenë një individ civil, për qysh me uqas me njerëzit në vendin tonë, po edhe në vendit për rreth. Në gjitha këto, e mëson tolerancën, e mëson të kuptosh se si jeton dikush ndryshe nga te, ushqimet, dhe shumë gjana tjera të cilat vinë me të udhëtuarit. Gjithsesi mendoj që është një pasuri kulturore për gjithë secilin që ka mundësi, apo thjesht ja krijon vetes ato mundësi për të udhëtuar. Meqense e përmende, hajde na trego udhëtimin tënd më të bukur.
Kështu po e quajmë. Ma të bukur nuk e di, ka plot udhëtime cilat... Është e vështirë të ndash udhëtime, sepse secili ka eksperiencën e vet, ka diçka për treguar, por ndoshta një diçka që të ka lënë më shumë. Po, secili ka të eksperiencën e ndryshme të vetën, unë mendoj që ma shumë në për udhëtime është e rëndësishme me kënd udhëtojmë këtë rast. Normal që udhëtimet më të mira për mu mbesin me familje, se gjithë kemi dëshirë me i kalu momentet më të mira me familje, dhe janë ndërsa ato momentet më të mira kur udhëton dikon, edhe kur shkon herën e dytë në atë vend kujtohet, edhe thu, wow, kom qenë me familje, kemi pas një moment që sharak, apo diçka tillë, kështu që ndërsa edhe vendet më thjeshta ku mundesh me udhëtu, me shku me një fshat, me vizitu një natyrë të bukur të Kosovës, a i mundet me mbet udhëtimi të maj mirë, sepse ke qenë me familje, në këtë rast kemi malje ndryshme, kemi Shqipëri, edhe në Valbon, tash është bërë një atrakcion shumë i mirë për krejt njerëz, familjarë që po shkojnë, edhe aty kom eksperiencat mira, tash më kujtu me familje ku kemi pas kështu një ekspedit 2 ditorëshe gjatë. Shumë mirë. Ku esha vetën pas një kohë të shkurt, të gjatë, si dush quaje, gjithsesi cilat janë synimet që ADEA i ka për vitet në vazhdim? Po tash e përmenëm të pjesa e inteligjencës artificiale dhe punë që njerës po i bojmë me inteligjencë, kështu që koqa intenzivisht kom fillu me u marrë me këtë pjesë, kështu që kom e vazhdu të pjesa e kontentit pak ma shumë, me uzgjënu, me pasi qka është ma virale në botë, edhe qka kisha mujt me bo për mes inteligjencës artificiale me rrjetet sociale, kështu që po besoj që kom e qëndru aty, po të njëjtën kohë nuk e harroj edhe profesionin tem të parë, gazetarës, kështu që kom e vazhdu edhe me profesionin tem tjetës, po e quajmë se është për një me profesion shumë i mirë, atraktiv, edhe mësojmë shumë prej këtij profesioni. Gjithçka që ka mëson njeri njetë është mirë me vazhdu me atë profesion. Patjetër, ndërsa të jeta personale, akuzojmë të futemi aty pak? Jeta personale nuk e di, është diçka që ndodhë dhe rrjetshëm, çka do që ndodhë, letjet e mirë edhe për mu, por edhe për gjithë që e përjetojnë diçka. Patjetër. Krejt për fund, çka kishte dashur më thonë gjithë atyre që patën mundësit na shohin, edhe normalisht tek pjesa e krijimit kontentit si një prej fenomeneve ndoshta të viteve të fundit, që gjithë secili ka mundësi ta bëj edhe të përfitoj po nga e njëjta gjë. Po, unë po mendoj që kjo puna e kontentit është shumë e rëndësishme, sidomos për krejt njerëz. Çfarë do profesioni që kanë është mirë me u marrë, sepse është jeta jonë personale, normal, që shfaqet në rrjetet të ndryshme sociale, po jeti ai i cili vendosi çka po dëshiron me paraqit përmes rrjeteve sociale. Kështu që pse mos me paraqit diçka të mirë, nëse bën diçka të mirë në jetë, pse mos me të pa njerëz tjerë. Kjo mundet me qenë edhe një inspirim për dikën tjetër, paraqitja jote në për rrjetet sociale, kështu që postoni sa dëni, po postoni diçka të mirë, një lajm pozitiv, kështu. Kënaqësi që të pata këtu ADEA dhe merr shumë mirë që të pash, por shpresoj që të shihemi pse jo në ndonjë vrap së bashku në ditët në vazhdim. Të uroj shumë suksese, shëndet edhe sa më shumë kontent të mirë. Po, faleminderit shumë, po. Gjithsesi, herën tjetër kemi me dalë në vrap edhe do e komentojmë përsëri në studio eksperiencën tonë. Me kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit. Miqtë mi dashur, tani shkoj sa ndjeki materialin në vazhdim, të cilin e ka përgatitur gazetarja Jon Riga. Në fokus e kemi një djalosh i cili është i ri në moshë, por që synon që